Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Në ditën e sotme do keni... Uj, qa kam i mami. Do të flej gjumë. Sot do keni një ditë të plot me mua dhe me Vjerën e me Kianin. Do shkojmë në qytet, sa po jam bërgati, Kianin e kam bërgati. Vetëm do t'i jap ushqim edhe do nisemi në orën 12, paka shumë Kiani ka orarin e gjumit të gjatë, prandaj po fillon të grindë tani që është ora 11. Edhe do nisemi, dhe ju tregoj çfarë do vesh edhe çfarë do bëjmë në qytet. Vetëm mu dhe Vjera bashk edhe Kiani. Jam shumë e lumtur sot, sepse Vjera kishte për t'iku për nesër në mëngjes, ndërkohë tani po e dëgjoj duke folur me burrin që i tha, kam ndonjë gjë të rëndësishme në kalendar për të mërkurën, se nëse jo, do rri dhe një ditë. Do rri dhe një ditë të dalim. Kështu që po bëjmë gati. Sa të mbaroj ajo telefonatë, të marri Kianin, që unë të bëjmë gati. Veshja, se kështu u bëra gati, e mora Kianin në banjë, edhe u bëm gati bashkë. Atëherë, sot do provoj këto pantalonat. Shpresoj të më bëjnë. Me një bluzë bezh, këtu, me një palë. Qizma po vesh edhe me këtë pantone gjatë. Po e vesh bashk edhe do t'ja tregoj. Nëse më bëjmë pantalona, nëse më bëjmë do vesh diçka tjetër. Unë jam gati. Kështu duket veshja. Tani do paketojmë djalin, paketojmë shto si pako, edhe ikim në qytet. Vjera e ndrëroj djalin, edhe po i këndon të këngë deri tani, dhe unë thjesht por jam bas derës dhe po i adhuroja që të dy, ishin shumë cute. Vesha në fakt të këpucët, po mendoj që do vesh atletët i e më rahat. Sa po erdhëm në qytet, në Trier, qyteti ka filluar me krishtlindje, dekorime, shikoni? Dhe po fillon të ndihet ajo periudha e krishtlindjeve, vitit të ri, gjitha këtyre gjërave të bukura. Ne do ecim një xhiro nëpër qytet, do blejmë ndonjë gjë për Kianin dhe pastaj do shikojmë mbase do pijmë ndonjë kafe ose ndonjë çaj. Do ju marr me vete gjithë ditën. Është tek dyqani Tika Max. Do shikojmë diçka për Kianin këtu. Dhe pastaj po kërkonim edhe syze. Do shikojmë nëse do gjejmë diçka. Që ka plot fare. Jetë kërkë. Jo, influencer? Ja. Si po ju thoja, filluam të Tika Max dhe mora një tenxhere të vogël, se nuk kemi në shtëpi, për të gatuar, për të gatuar, wir brauchen ein Mädchen. Kian können wir das nicht anziehen. Aber süß. Ja. Oh, das hier ist auch süß. Shikoni sa e bukur dhe kjo. Ja, aber guck mal. Ist das nicht süß? Das kann Kian auch anziehen. Ja, mit dem Kopfband. Do shikojmë diçka për Kianin këtu tani. Ble nëna Kianin diçka. Cute. Blevëm një palë kostume gjume për Kian, një palë kostum ka nga nëna, pantalonka, ka syze dhe bluzë, dhe mora edhe një tenxhere të vogël që na duhej. Ndërkohë që unë dola jashtë, Juta vajti për të paguar, sepse në kask ishte radhë shumë të madhe. Unë dola se Kiani sikur u zgjua dhe që ta shty pak. Po, blem një dy gjëra të mira, e filluam mirë ditën, por syze për Jutën nuk gjetëm, për nënën, dhe të shkojmë në një dyqan tjetër. Tika Max mua nuk është se më pëlqen shumë, sepse janë të gjitha gjërat bashkë, domethënë janë të gjitha gjërat mas, edhe më duket shumë e vështirë që të blej diçka. Mirë po, gjetëm diçka për Kianin edhe njerës, osa gjëra të bukura për çupka, me oferta shumë të mira dhe kështu bluzka me fundka, me të thurura, me ku digjon.
Nuk e di po shqyr që Kia nuk doli got, se nuk e di se sa lek do kisha harxuar. Tani derisa dali Juta, neve po bëjmë një çik xhiro poshtë lart, derisa të bëhet gati pagesa. Dhe unë pastaj do t'i dërgoj pagesën o me bank ose me diçka për gjërat që zgjodha unë, pra për tenxherën dhe për kostumet e gjumit. Kështu. Ups. Nuk është shumë ftohtë në fakt, është shumë mirë, nuk është diell, por është thatë dhe kjo ka rëndësi. Domethënë na ka mbajtur koha shumë mirë, edhe një lajm të mirë tjetër e kam që Juta kishte për t'ikur nesër. Oh, ja thash. Por do iki pas nesër, kështu që kemi edhe një ditë tjetër. Qyteti që ka shumë i qetë sot. Po më vjen uria për diçka, por nuk e di ç'a më hat. Ka filluar të ndërtohet marketi Krishtlindjeve, edhe shumë pak ditë. Shikoni, ja ku janë të gjitha këto dyer, dritaret. Pas kanë filluar dekoret këtu. Komplete dekoruar, o sa bukur. Ops. Ble një loj këtu që ta luajmë të tre, unë, Stefani dhe Vjera. Okej. Bleva këtë lojën, siç që thash, është një lojë që gjen muzikën në çfarë viti është prodhuar edhe nga kush, dhe kjo këtu është edicioni i muzikës nëpër filma dhe nëpër lojra. Kështu që kushton 13 euro dhe po e blej që ta luajmë sot me Vjerën edhe me burrin, sepse ne kemi një hitste po me muzikë normale dhe një e kemi me muzikën e muzika që janë bërë hite verore. Kështu që kjo këtu është muzika e filmave edhe po e marr. Vjera na bleu dhe neve një dhuratë që është një nga këto lojrat Exit, që është advents kalendar çdo ditë deri në datën 24, nga data 1. Çdo ditë nga një lojë. Shumë cute. Faleminderit, sa e mirë që është. Po shkon të paguaj, ndërkohë që unë po vërtit djalin. Do blem dhe syzet për Vjerën dhe pastaj besoj vetëm do pim diçka. Edhe kaq. Kaq për sot e se e tepruam. Pastaj do shkojmë në shtëpi, djali besoj deri atëherë do ketë do flej, shpresoj. I ka syt kështu gjysmë. Edhe mbas do ham diçka, besoj se kam pak uri. Edhe mbas dite do bëjmë dhe ecjen ton. Nice. Adës jemi këtu tek një dyqan akullori dhe unë do marr wafel, Juta do marrë frappe cappuccino. Okej. Oh, ja, kur të rritet Kiani do i marrim këto. Që Kian ve në gros bir tani në Pinocchio dhe Mickey Mouse beshe. Jo, kur beshe. Tani morëm gjërat për të ngrënë. Unë kam marr wafel, Juta kafen. Pasi të mbarojmë këtu, do shkojmë të shikojmë një palë syze dhe pastaj do shkojmë në shtëpi. Guten appetit. Tak man guten appetit zum trinken. Kannst du immer sagen. Na, dann guten appetit. Wat meer geld. Kjo është wafeli im me akullore me vanilje dhe me shllak dhe me këto qershite ngrota. Wafeli ishte shumë i mirë. Tani kuptuam që na mungojnë dhe disa gjëra nga supermarketi, edhe shpresoj që djali të flej akoma derisa të mbarojmë punë.
Deri tani ka pjetër, ka sa është ora? Që në orë 11:30, po bën 2 orë që po flek, kështu që tani do filloj koha që ai do zgjohet dhe duhet të nxitojmë pak. Do doja, unë kam qumshtin këtu, shikoni. Ngrosen e kam me vetë, atë që e ngron, po do doja t'i jepja në shtëpi direkt nga gjiri, duke qenë se unë kam qenë me grip edhe normale që ai ka qenë gjithkohës me mua dhe mund të ketë kapur disa viruse, t'i jap direkt qumësht me antitrupa. Kështu që do doja t'i jepja direkt nga gjiri, por unë do t'i japim edhe këtë, sepse nëse fillon të qaj, nuk kemi zgjedhje. Kështu, ikim të shikojmë për syze, të blejmë gjëra në supermarket dhe të shkojmë te makina. Lira i gjeti syzet dhe po shkon t'i paguaj tani. Kurse unë po lëviz qik djalin se po zgjohet. Mbase, nuk kemi ndonjë supermarket rrugës tjetër, duhet shkojmë të ky këtu mbrapa. Gjithsesi po lëvizëm, besoj që ky do flej prap. Shohim. Edhe unë përqeva një palë syze, po ishin 20 euro dhe nuk më duhen për momentin, kështu që e lash për këtë muaj. Muajin tjetër do t'i ble. Si bëj si shpirti keq, ë? Sa po u kthyem në shtëpi nga qyteti, edhe para se ta mbylla videon doja që t'ju tregoja se çfarë i bleu nëna Kianit. Edhe që na bleu mua. Atëherë na bëri një çik me hile se kur shkuam në TK Maxx, unë mora disa gjëra, edhe duke qenë se Kian ishte zgjuar dhe radha ishte e gjatë, ajo do paguante dhe unë dola jashtë dhe ja ndërkoja lekët pastaj me për shembull PayPal ose gjëra të tjera, dhe kur dola jashtë ata nuk dua lekta, janë dhurata për ju. Thashëm po unë nuk desha. Se mora disa gjëra të shtrenjta, një tenxhere që ishte 18 euro e vogël, tani nuk e gjija ku është edhe djali po flet dhe nuk ja u tregoj dot, po do ju tregoj gjërat e tjera. Tani mora 2 kostume gjumi, Kian, sepse nuk ka dhe i doja kështu pambuk, edhe këto janë super të mira sepse janë edhe me zincir deri në fund të këmbëve, kështu që vishen dhe hiqen shumë kollaj. Pastaj edhe kjo këtu, e njëjti janë për 6 muaj, shumë i bukur me kështu cirk, me gjëra, cirku. Dhe janë pambuk, ishin te TK Maxx me ulje, të dyja 17 euro diçka e tillë. Kurse pastaj çaj bleu nëna djali. I bleu një komplet me 3 pjesë. Këto pantallonkat me xhepa. Kjo body tut. Edhe syzet. Këto janë për 6 muajsh, shumë të bukura, edhe këto ishin me ulje. Diku të 13 euro të gjitha. Pastaj këtë e bleva unë, e bleva për Stefanin, një loj hipster që vendos muzikën pa e parë se kush është dhe e gjen kush është dhe çfarë viti është prodhuar pak a shumë. Kurse nëna na bleu neve me Stefanin për një loj exit që është kështu si escape room, dhe është advent kalendar që besoj do hapim çdo ditë nga një dritare dhe në datën 24 do kemi gjithë lojën në dorë. Besoj, nuk e di akoma, po ja kështu është ideja. Dhe gjëja e fundit që bleva ishte këto. Supostot me kymël, nuk e di çfarë është kymël. Mbase do ta googleja, po tani nuk kam kohë. Me kymël është një tip erze që i bën mirë këtyre, për shembull pjesës së barkut kur je kapc ose kur do dhe në barku,
Edhe këto përdorim për babyn, është do me thënë edhe për beba, për fëmijë të vegjël, si që shikon. Jo edhe, po për. Besoj që po qeven për fëmijë të vegjël, të rriturve nuk është të ju bëjnë dëm. Por shumë kjo. Ne ja kaluam shumë mirë, dhe pastaj mbas dite do shkojmë të ham pica në një restorant, në një dyqan pizzeri që është ka dalë në vendin e dytë në të gjithë zonën ku jetojmë ne për picat më të mira, dhe ne e kemi këtu në qytetin tonë. Kaq, nuk është se do bëjmë gjë tjetër, edhe mund të luaj me lojën që kam bler me këtu. Mirë, po unë nuk kam bateri për të xhiruar, kështu që po e mbyll vlogun këtu. Ishte shumë lezetshëm që të dilnim, edhe me Vjerën ja kaluam shumë mirë, si çdo ditë që ajo ka qenë këtu. Mbas dite pastaj dalim edhe për ecjen tonë, të shkurtër, po do dalim patjetër, edhe pak a shumë këto ishin ditët. Mbaruan shumë shpejt, ajo ishte këtu gati një javë, mbaruan shumë shpejt, por rëndësi ka që erdhi, edhe që e njohej nipin, edhe që kaluam shumë mirë bashkë. Në datën 25 nëntor jem prap mami, kështu që nuk do jem vetëm për një 10 ditë vetë, pastaj do jem prap me njerëz në shtëpi. Jam shumë e lumtur. Kështu, ika, edhe shpresoj që dhe juve ta keni shijuar videon, edhe të merrni njerëzit e tuaj të dashur dhe të dilni për një kafe dhe ta shijoni kohën, sepse po vjen dhe festat e fund vitit, që janë këto festat me ngrohtësi, me zjarr, me kështenja, me gjëra të ngrohta, kakao, dhe nuk shijojmë pa njerëz. Kështu, ika, ciao, shihemi në videon tjetër.